Pak kilometra larg Prishtinës, fshihet një nga thesaret më të veçanta natyrore të Kosovës. Shpella e Gadimës, e njohur për kristalet e saj të ralla të mërmerit dhe historinë miliona vjeçare, vazhdon të jetë një nga destinacionet më të vizituara turistike në vend. Në vizitën tonë brenda shpellës, në shoqëron drejtoresha Adriana Plana. Historia e saj nisi krejt rastësisht. Në vitin 1966, një banor i kësaj zone, teksa po punonte për të ndërtuar shtëpinë e tij, ra në një grop të thellë. Shpella është zbuluar në vitin 1966 nga një banor i fshatit i cili ka qenë duke gërmuar për të hapur themelet e shtëpisë së vet. Gjatë gërmimeve i rrshet dheu dhe hapet një grop e madhe, ku ai vendos të hyjë brenda dhe të shohë se çka po ndodh. E merr një elektrik, hyn brenda dhe kur hyn brenda, befasohet kur ti sheh këto kristalet të jashtëzakonshme të bukura që kemi këtu sipër. Dhe kur rreshtja e njeriu vendos që të ecë pak të shohë se çka po ndodh në pronën e tij. Dhe duke ecur e humb rrugën në shpellë, kur nuk ka ndriçim, është një errësirë jashtëzakonisht e madhe. Dhe ai me dritën të cilën e ka pas, e cila ka qenë e pamjaftueshme, e ka humbur rrugën në labirintet e shpellës dhe ka ngjecur brenda rreth 8 orë. Pastaj kur e ka gjetur rrugën, ka dalë jashtë, ditën e nesërme ka shku, ka lajmëruar autoritetet, atëherë ka qenë koha e Jugosllavisë madhe, ku më pastaj kanë ardhur ekspertë të ndryshëm nga gjithë Jugosllavia për të bërë hulumtime, për të bërë ekspertiza, për të parë se për çfarë shpellë bëhet fjalë. Dhe kanë parë që bëhet fjalë për një shpellë jashtëzakonisht të bukur nga mërmeri, që thamë edhe më herët është dukurie rrallë natyrore. Gjithashtu, ky vend quhet edhe Oda e Vajit, për shkak të këtyre kristaleve sipër që i kemi që janë jashtëzakonisht bukura dhe ka jashtëzakonisht shumë kristale dhe këto kristale vazhdimisht pikojnë. Dhe ne kemi quajtur Oda e Vajit për shkak që pikojnë të kristale dhe thonë pse nuk është zbuluar shpella më herët. Pasuria e shpellës, e cila e bën atë unike, është prania e aragonetëve, të cilat, si zbukurime shpellash, janë ngjarje të ralla. Rrugtimi vazhdon në sallën koncertale. Emrin e ka marrë nga studentët e asaj kohe, të cilët mbanin koncerte të ndryshme. Kjo pjesë ngjahen me një amfiteatër natyror. Këtu gjendemi në sallën koncertale. Quhet salla koncertale për arsye se akustika është shumë e lartë në këtë vend. Më përpara nxënësit e shkollave kanë marrë koncerte në këtë hapësirë të vogël. Dhe prandaj quhet salla koncertale. Shpella gjatë krijimit të saj, gjatë zhvillimit të saj ka marrë forma të ndryshme, të cilat ne kemi emërtuar me emra të ndryshëm, varësisht se në çfarë na kanë ngjarë. Për shembull, në këtë sallën koncertale e kemi kokën e peshkut, pastaj kemi hartën e Kosovës, shqiponjën, mjekrën e Skënderbeut, simbolin e famshëm të dashurisë, Romeo e Julieta, e të tjera. Andaj kemi forma të ndryshme të cilat janë krijuar ndër shekuj, ndër vite me kalimin e kohës dhe kanë marrë forma të ndryshme. Shpella përndryshe ka temperaturën konstante gjatë vitit, e cila është 16 gradë dhe nuk ndryshon as verës e as dimrit. Shpella ka 1.2 km gjatësi, e cila vetëm gjysma e asaj është e gatshme për vizitë që ne ta shohim. Vëmendjen e vizitorëve e tërheq një formacion që i ngjan hartës së Kosovës, një nga pikat më të veçanta brenda shpellës. Këtu gjendemi tek harta e Kosovës, cilën e përmenda edhe më herët. Kur shikojmë atë zgavërën atje, shohim se si ka marrë pamjen e territorit Kosovës. Gjithashtu kemi poshtë edhe kokën e shqiponjës, e cila ka hapur dy krah dhe po fluturon. Me të hyrë më thellë, uji vazhdon të jetë magjia e kësaj shpelle, me një liçen të vogël nëntoksor dhe rrjedhat e tij të ngadalta. Pikërisht këtu ndodhet edhe fontana e dëshirave, një vend që shoqërohet me besime dhe tradita të ndryshme.
çdo kthes zbulon një formë tjetër. Njëra prej tyre njihet si zemra e shpellës dhe formacionit që kanë pagëzuar me emrin Mjekra e Skënderbeut. Vendi ku gjindemi ne tani është faktikisht zemra e shpellës. E gjithë krijimi i shpellës supozohet të ketë filluar pikërisht këtu tek ky stalagnat këtu. Pra, çka quajmë stalagnat? Kur një stalaktit, një kristal i cili vjen nga lart dhe një stalagmit që vjen nga poshtë, kur bashkohen njëra me tjetrën, këto i quajmë stalagnate. Kështu që gjithë krijimi supozohet të ketë filluar te ky stalagnat këtu, sipas matjeve të cilat kanë bërë ekspertët, supozohet që kjo shpellë është e vjetër 80 milion vite. Do të thonë matjet janë bërë të këtij stalagnati këtu. Gjithashtu 1 milimetër kristal për të zhvilluar nevojitën 10.000 vite. Andaj gjitha këto informata, kur i kanë pas parasysh ekspertët, kanë ardhur përfundim për moshën e shpellës. Ju thash në fillim që shpella gjatë krijimit të saj, gjatë kalimit të shekujve viteve, ka marrë forma të ndryshme. Njëra prej tyre është edhe këtu sipër, është Mjekra e Skënderbeut dhe është një nga figurat më të bukura që ka shpella. Nuk është figura, sigurisht nuk është figura e vetme që është e bukur, mirë, po është me të vërtetë një figurë shumë e veçantë. Shpella gjithashtu përbëhet nga ujëra toksore, non-toksore, pikuese dhe kondenzuese. Prania e ujit është e domosdoshme për zhvillimin e shpellave, andaj për ta ndihmuar këtë, na ndihmon gjithashtu edhe rreshtit e shiut, po edhe ujërat non-toksore, të cilat edhe tankohen, kondenzohen dhe pikojnë nga lart dhe nga kado që shkojnë. Studiuesit vlerësojnë se kjo shpellë është krijuar rreth 80 milion vjet më parë, ndër formacionet më të njohura janë këto dy kristale të vendosura përballë njëri tjetrit, e që kanë marrë emrin Romeo dhe Julieta. Këtu gjendemi tek kopshti i dashurisë. Quhet kopshti i dashurisë për shkak të gjithë këtyre kristaleve të cilat për mrekulli e kanë stolisur këtë vend, që është një vend jashtëzakonisht i bukur. Po, këtu e kemi edhe stalaktite dhe stalagmitin të cilët janë shumë afër për të bashkuar, por bashkimi këtyre merr me miliona vite. Prandaj, për këtë arsye që ju merr shumë kohë për të bashkuar dhe kemi quajtur Romeo dhe Julieta. Po gjithashtu në këtë vend e quajmë edhe me një emër tjetër, e quajmë edhe Galeria e Aragoniteve. Ta keni parasysh që shpella e mermer, shpella e gadimës, i ka dy veçori shumë të mëdha dhe shumë të rralla gjithashtu. Njëra është prezenca e mermerit në shpellë, e cila është shumë të kurierall natyrore, sepse në gjithë planetin shpellat e mermert janë 5 ose 6, dhe ne e kemi fatin që kemi një pasuri të tillë. Por gjithashtu quhet edhe Galeria e Aragoniteve. Aragonitet, prezenca aragoniteve në përshpella gjithashtu është kurierall natyrore. Dhe çka ka veçori tek aragonitet është sepse në rastin e aragoniteve thyhet ligji i gravitetit, sepse uji vjen deri në majën të kristalit. Për shembull, në kristale tjera uji vjen deri në majë dhe pikon poshtë, ashtu siç është parashikuar me ligjin e gravitetit. Mirë, po tek aragonitet uji kthehet përsëri lart, duke u kthyer lart në formë edhe kristalizohet dhe formohet kristali aragonit. Shkenca ende nuk e ka vërtetuar, konstatuar se pse ndodh kjo dukuri tek aragonitet, kështu që ndoshta një ditë do ta marrim vesh, po do të jetë një lajm shumë interesant. Drejtoresha tregon se investimet nuk janë të pakta dhe planifikohet të ketë edhe më shumë, teksa tregon se vizitorët duhet të paguajnë vetëm 2 euro. Po, kemi pas investime të ndryshme, kemi bërë elektrifikimin e ri të shpellës, kemi zhvilluar sistemin smart, parashikohet që të zhvillohet ende sistemi smart, të digitalizohet më shumë shpella, të bëhet
Ciceroni digital, të më thonë të ecim në hap me kohën, të bëhet sistemi digital për të zëvendësuar Ciceronët, po jo zëvendësim 100%, mirë po në shumicën e rasteve, të zëvendësohet dhe të shikohet pastaj në të ardhmen edhe investime tjera të cilat do të jenë të nevojshme sipas kohës. Shpella është e hapur çdo ditë për vizitor, nga hëna deri në të dielën, domethënë nuk e kemi asnjë ditë të cilën nuk është e hapur për vizita. Vizitat bëhen në çdo 30 minuta, shoqërohet nga Ciceroni dhe hyrja për person kushton vetëm 2 euro. Si kjo shpellë janë gjithsej vetëm 6 në botë.